Miqtë e mi, përshëndetje. Ky është emisioni Fol dhe unë jam Erion Skëndaj dhe ju e dini tani më. Ne shkojmë në çdo cep të Shqipërisë ku njerëzit kanë halle dhe probleme. I sjellim ato në mënyrë bruto, pa censurë, pa filtra, sepse duam që në fund të ditës këto probleme të zgjidhen, pra t'i shoh qeveria dhe të marrë masa. Tani unë ndodhem në këtë parajs, në këtë bukuri natyrore që nuk do koment. Është fshati Algjinaj. Atje tuti është një fshat i Lushnjës, por gjithë të toka dhe ky bereqet janë të fshatit Algjinaj. Një fshat që premton për turizëm, për agroturizëm. I ka gjitha, por nuk ka rrugë. Rruga është tmerri vetë. Me automjetin ton, gati nuk thyem ose nuk çam sodokartit. Aq keq është. Pyetëm banorët dhe na thanë që ne i lëm makinën në shtëpi e lëvizim me motor sepse është bërë gati e pakalueshme. Po sa rrugë është? 2 apo 2.5 kilometra qameti për të ardhur në fshat, sepse pjesa tjetër është asfaltuar. Pra për 2.5 kilometra, ky fshat i bukur ka mbetur pa rrugë. E kur themi pa rrugë, mbetet dhe pa shërbime tjera, sepse gjërat vijnë të lidhura zinxhir. Ne kemi parë banorët që kanë hedhur lek vetë dhe her pas here mirëmbajnë rrugën. E shtrojnë atë sepse nëse nuk vën dorë banorët, rruga bëhet e pakalueshme. Opa, sa dođe, sa dođe. Sođe makinu. Banor, përshëndetje? Komplimentet më të mira për fshatin. Super fshat. Faleminderit për Super. Faleminderit juve. Faleminderit. Si quaj? Unë tim çuvar në Algjinë, fshati Algjina, komuna Shes, bashkia e Piqin. Shumë bukur e keni fshatin. Shumë bukur, po kjo rrugë që ka këtu, ka i vojtë çik fajt kur plaku të fshatit. Edhe natën darë këtu, kam frikë kaloj. Kam familjen në makinë. Vepër pjetë, atje ma të kres marrë, atje poshtë palaska, atje boshtë në makinë. Atje ishte bëgati e pakalueshme atje në atë maloren? Po. Atje ishte... Atje e kam frikë, një e dyta, neve në shtete nuk duhem gjë, ne duhem vetëm rrugën. Asi gjë tjetër më. Po na bën rrugën, faleminderit. Po s'na bën, prapë faleminderit. Sa kohë ke që e ndërron rrugën? Ti? Unë... Sa vjeç je? Unë jam 45. 45. Erdhi demokracia, çfarë shpresove? Asë sen. As kam për të pa, as kam pa. Prej, je kompleti i zhgënjur, a? Po, me këta po. Me këta do pëtete që janë gjitha, që këta janë gjithë gënjim. Pse? I men, unë i kam gjithë video në telefon, makinët të shkollës. Po. I kam telefon. Po. I kam gjitha komplet, i kam çu, në për video, në për media, në për gjëra, koma jeta qef, që janë gjitha komplet i kemi çu. Ju kam parë unë atje. Po. Ato që, se unë djek ku ka protesta e ku ka ankesa. Po. Pra unë shoh, nuk e di unë se ku keni hallet ju. Neve si grup se fshati Algjinët, neve kemi hap fshatin Algjinë. Ata pa kam pagon. Ani mirën gjithë neve komplet, neve këtu jemi zero. Edhe më thanë që vetë e shtrut rrugën. Po, me forca tona, ka që 2021 për 2022. E keni shtru vetë? Me forca tona, me lekë tona, me djesën tona. A në prap, ta shtrojmë asfalt, neve këtu, neve të shëjmë vetë apo të shtrojmë asfalt. Po neve unë vetë nuk fos lekë, pse do kush, neve këtu kalon Kurtina, kalon Izjokët, kalon Lushnja. Pra nuk kalon një fshat këtu? Ja, nuk kalon një fshat, se kjo këto rruga lidhse. Që lidh Peqinin me Lushnjën? Po. Pra ati është Lushnja? Po. Kjo është rruga e shkat... O, si është rruga këtu? Po, kjo këtu. Këtu ka ndodhur një shëmbje masive? Bëhet fjala këtu. Se këtu bëhet gjithë lidhja e fshatit. Edhe po i vjen kësa shtëpisë shumë afër? Shiko ku po i vjen shtëpisë. Kjo do hiki dhe kjo pjesë që ka mbetur. Po. Në qoftë se nuk vihet dorë këtu. Po ti vjen këtu se rrugës tu, ti vjen. Po. Ka trapi ti më ton sa më fiq, ka dalë se përpjet, se do. Po pra sepse ka lëviz toka. Ka lëviz toka. Po. Na peshët e rënda që kalojnë, se këtu kalojnë shumë betoniere. Po ku shkojnë këto betoniere? Shkojnë fshat tjetër më ton. Bojnë shtëpia rrap. Pra, po, i marrin inertet këtu edhe kalojnë shkurt edhe vijnë këtej. Dalin te. Ana këta prish më shumë rrugë. Faleminderit. E kuptoj. Faleminderit. Ja. Babe si quaj?